Turet më të kërkuara janë pikërisht në ato oraret ku turistët mund të shijojnë perëndimin e diellit. Turistët e duan këtë vend, kanë kërkuar dhe kanë dëgjuar për të, ndaj janë të kënaqur me atë që kanë gjetur. Kjo turiste nga Polonia ka bërë 2 herë kepin e Rodonit, kjo për peizazhet e bukura natyrore. We came here with a group of friends. Jam bashkë me mikeshat e mia këtu. Ky udhtim ka qenë vërtet i mrekullueshëm. Kemi parë vende të ndryshme, sot jemi në kepin e Rodonit për të eksploruar zonat e paprekura. Kam parë Kalane Skënderbeu dhe ishte një monument mjaft i bukur. Më pas kemi ecur shumë nëpër kep për të zbuluar plazhet e tij. Ndërsa plazhet e këtij kepi janë të qeta, me guralec të vegjël. Këtu nuk lejohet peshkimi dhe sigurisht zona dhe relievi i saj nuk favorizon plazhet e populluara. I think that it's a perfect place. Jam nga Ukraina, vi për herë të parë në Shqipëri. Është një vend që ma kanë rekomanduar shumë dhe vendosa të pushoj këtu. Natyra, plazhet janë fantastike. Këtu në Rodon është vendi ideal për ata që duan pushime të qeta. E ndërtuar gjatë shekullit të 13-14, kjo kish, fal edhe pozicionit të saj gjeografik, shumë pranë ndetit, është një nga më të vizituarat. Që nga kishat më të vjetra të zonës këtu, e ndërtuar në shekullin e 13, pastaj është restauruar në shekullin e 15, kur Skënderbeu erdhi dhe ndërtoi kalan aty. Pse u restauruar, sepse motra e Skënderbeut, mamica, vendosi që të martohej në këtë kish këtu. Dhe gjithashtu, siç mund të shohim, afër kishës kemi edhe një manastir shumë të vjetër, i cili shërbente për motra e Skënderbeut. Manastiri është më i vogël. Nga gjërat më të rëndësishme që ka kisha brenda është dhe vizatimi i parë i shqiponjës zokrenare. Dhe afër me shqiponjën gjithashtu kemi edhe atë që mendohet të jetë mamica, pra në një kal me një shpat. Vizatimi është pak i dëmtuar nga tërmetet që kanë ndodhur vazhdimisht në këtë zonë, por prapë mbetet aty dhe është shumë e bukur për të parë. Edhe në kepin e Rodonit bunkerët janë të shumë, madje ka edhe nga ata që hapësirat e tyre i kanë shndërruar edhe në restorante. Prifti nga Italia që ka edhe e ka punu këtu. Ka punuar këtu? Po. Për sa kohë keni që keni hapur? Ka një 2 vjet. Temperatura këtu që nga shumë e ftohtë? Shumë e ftohtë, sa ma shumë tjetë e ngrohtë. Jashtë temperatura shumë ma ftohtë është mrena. Po kur është ftohtë jashtë është ngrohtë këtu. Për dimër është mirë këtu. Të e keni thyer në restorant apo jo? Po. Mirë, si ka rezultuar kjo për ju? Mirë ka qenë. Si ka rezultuar për ma? Ma shumë për turistët sa me pa, jo me për shumë se kena përdor shumë. Me që më banë ftohtë shumë mrena. Po mirë, për të parë ato besoj kanë qenë, për ta parë kanë qenë shumë kurioz apo jo? Po, për ta parë po gjithë. Mirë, si gjithë turistët që vinë gjithë kalojnë në këtë. Çfarë thonë? Thonë që është gjanë bukur, gjanë veçanë. Përgjithësi ju pëlqen. Mirë, më thoni pak, si ka qenë përpara dhe si është bërë? Përpara ka qenë vetëm beton me kutije municionesh për me furnizu bunkeret, topat. Tash i kena heq, kena është bërë shumë edhe. Pazini zhdukur të çdo gjurmë? Çdo gjurmë të komunizmit. Edhe disa foto i kanë pasur të ushtrisë. Udhëheqësve të shtetit kena heq edhe të gjithë.